Në fshatin Dush, këtë bashkisë Belsh, mes gjelbërimit edhe qetësisë së fushave, ndodhet ferma e Bedri Muçës, një fermë që prej vitesh është përkushtuar me pasion dhe përkushtim mbar shtimit të lopëve për qumësht dhe vica. Bedriu së bashku me bashkëshorten e tij kanë ndërtuar me duart e tyre një fermë model, ku çdo ditë puna nis herët në mëngjes dhe mbaron vonë në mbrëmje. Çdo lopë, viç apo dele ka kujdesin e tyre të veçantë, sepse siç thot vet Bedriu, baktia të do vetëm kur e do dhe ti atë. Të nderuar teleshikues, ne sot kemi ardhur në fshatin Dush të bashkisë Belsh dhe konkretisht në fermën e zotit Bedri Muça. Ne do të takojmë atë, do të flasim për punën që ai bën. Për më tepër na ndiqni. Atëherë jemi në kompleksin. Ose në stallën e lopëve të Bedriut. Atëherë Bedri aktualisht sa bakti, sa lopë mbashtron, domethënë. Unë kam këtu 5 lopë, 2 viça, 7 kokë. 7 krem. Po, 7 krem. Po njëri është për tekur, tjetri është për marë. Po. E kemi për ta majtur. Atëherë këto lopët që keti, vitet tjera ke patur më shumë. Kam pas më shumë, kam pas deri në 30 kokë. Po. E kam marrë ty ke paksu, se nuk kemi mundësi, nuk kemi mundësi. Fëmit u largun jashtë shtetit, vetëm në prindit kemi ne, 2 plejt kemi ne në shtëpi. Duhet dhe fuqi punëtore. Duhet dhe fuqi punëtore, pa fuqi punëtore. Po të kesh fuqi punëtore, i shton? Po të kem fuqi punëtore, i shtoj. Gati ta të kokë dele. A kere... E i kam dele, dhe ku i kam dele. Do t'i shoh. Dhe i dzirë me dhe ato. A kere dhe? Po, kam edhe delet, kam, se nuk... Pula kemi, kemi gjitha kompleks. Po me të lopët që ke si del, domethënë, sa qumësh japin? Po, nuk dal keq, mirë janë. Sa qumësh japin? Si mas ushqimit që të shtish, japin 25-30 kg. Në vit, për shembull, sa vete në të lopët? Po, vete, se jepa 25 kg në satarja japin ditët. Sa ditë i mjel? I mjel, në vit? I mjel vetëm 2 muaj i lojnë kësi pjelli. Dhe 10 muaj? Po, i mjel 2 muaj i lojnë, se janë barsa, dhe i lojnë 2 muaj vicat, kur të pjellin se, dhe i shtersh, i detëru të shtersh, se vici do pjelli lopë. Po, si pas e një lojë lopësh, ha? Jo, janë norvegjeze. Të gjitha? Të gjitha. Edhe këto të kuqet, ha? Po, i lojë është. I lojë, se ka norvegjeze, ka të kuqe, me larat bardha, pa ka dhe zeze me larat bardha. Nuk ka. Po norvegjeze janë gjithë. Qa ushqime përdor? U përdor janç, u bluj, misër, ushtije, i bluj edhe janç. Janç, fas dylli, tagji. Këto i përdor këtyre. Po, këto, ku i shet, në sa e shet qumshin? Qumshin unë e kam prodhu djathë, e kam bo djathë vetë. Ke bargjëve? Jo, e boj këtu shpi. Mini bargja quhet. Edhe e boj djathin vetë, e shes vetë. E kam me porosia vetë. Bon djath vetë? Po, vetë. E boj djath vetë, se nuk ke leverti, ta shesh qumsh. Gjalpe, djathë, gjizë, i boj gjitha vetë. Po, si del, të më dhënë, kene i farë? Po, me këto që po i prodhoj vetë i me dalë më mirë. Dalë më mirë. Po, djathin ku është e djathë? Djathin e shet me porosi. E shes, e kam porosi shumë, në biles nuk ka shumë kërkesa, nuk i përbëlloj do të, nuk kem ma shumë blok të i përbëlloj. Po, në sa vete djathin? Po me 10.000 kile kam shqit. Me 10.000 lekë? Po, e kam posi djath, e kam posi taponon. I bëhet si kaçkavalli, është formë në kaçkavalli. Po, stapon, dhe më thënë, nga i që bëhet me brimë? Me brimë, me porë, ashtu. Me porë, i shishëm? I shishëm pra, aji është i shishëm, shumë i shishëm. To ke balët, e? Po, balët kam këtu, kam maqinët, po i kam atje poshtë balët. A i ke sistemon në... Kam stalli tjetër, i komplekt tjetër, se kemi shumë balët, i shofim edhe balët. Pa tjetër, për to 5 lopë, sa hektar tokë disponon me qerak? Unë i kam marrë me qerak tokë, ne i kemi marrë në shtetë. Kjo pjesa e shtinësit e që kovizon e shtinësit? Po, i kemi marrë në shtetë me këto. Për 99 vjetë. Në drejtoria e bujqësisë? Po, në drejtoria e bujqësisë, i paguim taksë në drejtoria e bujqësisë. Po, sa hektar kemi? Po, gjitha neve kemi 15 hektar. 15 hektar? Po, që i kemi marrë shtetë. Veç tokat që kemi marrë me 7.500 ishin. Po. A ke edhe i pjesë të tokat 7.500? Po, kam. Kam 24 duli me gjithë. Sa në këto kultivon për lopët?
Unë kultivoj për lopët gati 6 hektar. 6 hektar. Ama i bia rësisht 1 hektar për një... Për i lopët. Për i lopët. Pa e për shpenzoja për dele. Nuk e anë dele lopët gjitha ato. Po jonë që ke mjellë? Ka mjellë jonë. E ke në nuj jonë që? Jo, mi uj. Sa kosa e me jonë? 3 kostra e ma. Ty në pranverë? Po, të tri janë pranverë. I me nuk merë moj, i konsumojmë vjeshtë, i konsumojmë me bakti. Po, nuk i korin moj. Qa kultura shtjera kemë mjellë? Mjellë dhe grurë, po pak grurë, elbë mjellë shumë. Elbë ka mjellë shumë. Vjetë pata 16 dëllëm elbë, që e mollë. Pata ta gji, 20 dëllëm, janç kam 3 hektar janç. Po, do më thonë, ullin. Ullin ka mjellë edhe ullin. Sa ullin ke? Po unë kam 300 kam, i kam këte më tanë, 320 kam. Pra pasi mbi hektar. Po, mbi hektar ullin. Mbi hektar. Po, veç edhe lajte, po, këto të mirë, i kam mirë. Qa varieteti ke? I kam koronek. Vetëm koronek, se. Koronek u jep duke ne ma shumë. Po si vjetë që janë gjendje? Si mjetë është, nuk është fort keq, po dhe mirë sështë, se e dëmtoj shumë temperaturën në zetë, edhe nuk është aqë mirë. Në krasin me vjetë, sa për qenë më marë si mjetë? Po, ma mirë i qikë, se vjetë që ma shu pak, po, se i pata krasitur, nuk pata në donë shumë për dhejmë. Po, i si mjetë gjohën, i qikë ma mirë. Ma mirë, Ma mirë janë pak, po, edhe shumë nuk kanë. Sa vjeqari kedi? Ata janë 4 vjeqarë, këta si kam i me. Po, këta koronek. Ata të tjerë, kemi edhe tjerë kështu, pak kemi. Po për mjelje, si... Për mjelje i mjelë me dorë, e pata makinerin, po, më kryoj defekt dhe i kam mjelë me dorë. Me dorë, se nuk janë gjitha herë, se janë e me viqa, janë kështu. Po, ti madhe gjimë salore, gjithë kohën, i gjerë në e... I gjerë, në behar i gjerë. I gjerë në behar? Po, i gjerë në terren. Në terren? Po, shumë shpenzojnë shumë, nuk ja dalë të. Edhe besojt po të bitën e shi që të rritë në jonë, mund i gjerë edhe tani në vjeshtë. Po, i gjerë në vjeshtë, po këtë rritët janë qatë. Po, s'ke, si gjerë do. Lektorin tjetër e gjerë, gjithë një. Atër, ti e sej që ke dhe zënë. Po, kam. Mund ta shikoj? Po, i merë t'i shikoj, po si. Përveç lopëve, Bedri u merret edhe me rritjen e deleve, ku numri i krerëve ka arritur në rreth 80. Qumështi dhe produktet e bulmetit që familja Muça prodhon janë të njohura në zonë për cilësinë dhe shijen e tyre natyrale. Edhe pse puna në fermë është e lodhshme dhe kërkon përkushtim të përditshëm, Bedriu dhe bashkëshortja e tij e shohin atë si mënyrën më të bukur për të jetuar në harmoni me natyrën dhe për të siguruar një të ardhme të qëndrueshme për familjen e tyre. Sa kren? Kam 80 kren. 80? Po, 80 kren dele. Sa ke pleja? 80 kren i kam dele. Dele, Pleja, Po. Pleja, 80 kren. Sa rate? I kam të kryzuma. Po. I kam të kryzura, i kam gjysmake, mi fjallë. Po. Jo greke ta mëmë, se nuk e jistojnë venit Po tonë. japin e qenë qumësh? Japin, kanë qumësh. Sa qumësh jepin? Jep gati 800 gram i dele. Qumësh, po, jep. Si maskullovës janë, për dhe më ven edhe i kile. Po. Ka dhe dele që vete i Po, kile. 100 gjatë. 100 gjatë i shes. Sa 100 gjatë pjellën të? Pjellën në 2. Bojnë në 2, bojnë në 1, po në 2. Në 2 bojnë shumë. Shumë isa bojnë në 2. Mirë jemi. To i madhe gjimë salor apo i Jo, gjerë? i djerë, në terreno. I gjerë shdo ditë? Po, shdo ditë. Shdo ditë. Shdo ditë, ha? Shdo ditë. Ka ato toka që ke... Këtë toka që i kam me qirak shumë. Po vetëm i gjerë? Vetëm. Apo vetë do të... Jo, vetë të rrugës i gjerë. Nuk hapen në vërar atje, ha? Jo, do venë atje ku të cektos. Ato hapës të loqës të një përë. Për para jep si kryp dhendët. Po, ja. I jepni? Po, japim krype. Kishtimi, a këto kam greshdet që i kushti. Se që është guri krypës. Guri krypës. Edhe që se janë rojnë ata atë gurin, ato do vejnë po atje ka i guri, pa përse se s'kishe kryp. Po, se s'kishe krype. Po, ashtu është. Ashtu i bojnë më përpara. Mi fjerë krypi jep çdo ditë atje? Jo, çdo ditë. Jenë 3-4 ditë, jenë një hapë. Nuk vjen për ditë. To jonë dengje i bën ato nga jote, po dhe blenë. Edhe blej, po dhe i bojnë ato ka ime më shumë. Po koncentrat misër, për shembull. Misër e blej. E blenë. E blej misër, nuk e prodhoj dot. Sa ku ndarë mund blenë? Blej, 5-6 kujtal, misër. Po, e duna do. Me shpim pak më të lirë. Po më të lirë, marrë me në lushjane. Kap më lirë që.
Po me 300 lekë, pa poshtë 300 lekë, nuk e gjen dot. Kur fillon koncentratën ti, dhenet? Dhenet ja filloi me, unë filloi qina nëndore e kështu. Deri në mars. Dhe ma, do në periudën e dimrit. Po, periudën e dimrit. Se thua është i shprejshme që po delja, ose baktia në përgjësi, në dimër e shnosht, ajo ecën. Hecën. Nësa po futet dobet, se merë vetëm. Po këtë vit ka qenë shumë keq, si që di sepse ka qenë shumë sacire madhe. Dhe nuk ka... Edhe kullot s'kanë pas. Edhe kullot nuk kanë pas, edhe i me nuk kanë kullot. Bo sa se në këtë kohë, neve kishim hasëll, hanim këto vite, në këtë kohë nuk kanë asë i gjohë. O shumë keq, shumë sacire madhe. Qingjet, ku i shetë qingjet? Qingjet i shetë që vini marrin këtu. Këtu, me porasi. Vini marrin këtu. Nuk i qojnë në pazar, nuk djerë në pazar i gjohë. Edhe me dhëmë ke e farë Leverdi, e? Jo, me dele ke ma Leverdi se me lopë. Se dele ha ma shumë teren, nuk ha. Po, gërmis. Gërmis, teren, ma Leverdi. Kuse lopë ha shpënzon më shumë. Pasën e 2-3 viti. I kam. 4 kohë. I ke marrë për Nazare, do? Ja, ma i majë, kanë qumësh, i pa në i majë. Rrath alpine janë? Rrath alpin. Rrath alpin. Dhe shofim, kishe edhe pula mjaftin duhet. Po, kam, ca për kanë marrë. Pula deti. Kam, pula deti pak. Kam pas, vjetë të tujtë kam pas 70 kreni, 100 kreni. Po, I kam hep. të shërbimin veterinar, ku shë bënë? Ma shumë e boj vetë. E bënë vetë? Po, gjilpora dhe gjitha këto vakcinet i boj vetë, doktorisë. Po që uzohet nga diku? Po, e uzohet. Po e ke marrë dorën? Ja ka marrë dorën, se unë i boj gjithë. Sa vite ke që mere me këte? Unë kam që kur ka hyrë demokracia me këto e. Edhe në kodë komunizmit me këtë blektorinë e marrë. Me blektorinë? Po, në kodë fermës. Po, me blektorinë kam... Ferma kishte lopë, e? Kishte lopë, unë kam lidhë me blektorinë, me tim. Me dhenë. A ne në Sakuta, besaj? Po, këte gjithë, këtë venin te. Kemi bo vakcinat e. Po, me ato kam përnutor jetën. Po, kështu e gërcina, ka shumë. Uq edhe qake. Dhe qake, e? Janë shtu shumë. është papash, nuk e di, që të po. A ne nga pylli, apo ka... Ka tu, e i rri aty, nuk do të di fare. Kjo quhet faqe madhe? Po, kjo quhet faqe madhe. Kjo ka qenë dushje, besoj që... Jo, që s'ka pas hiq, ka qenë e pasër fare, ka mjellin qep në komunizm, po i me u bo pyll. Jo, ma para pyll ka qenë pyll dushku. Pyll dush ka qenë i gjithë. Ku kaloshin në faqe madhe, kishin frikë. Ku kalosh, s'kalosh në atë kohë. Në atë kohë. Në shakë se që vinë. Jo, vinë anë shtyllë. Kur vu tensioni, fillimisht. Vetëm në anë shtyllë, sa aty ishe i pastruar. Nuk ishe kështu ti nuk s'kishte vend as me vend tjetër. Vetëm ajo mas shtyllët dhe vinë në shtëpi. Tregojnë ta pleq tonë. Tregoshin për këtë në atë kohë, kur ne ishim të vegjë, se ishim shkollë në Kavaj. Po. Të shokë tonë që i binë knej, dhe bim në faqe madhe, thoshim, po kemi shumë frikët e se ka mjaftë dushje. Ka uqë, kishe uqë, e gresive. Po i me u bo më kejse atere. Po, të një ashtur. O shtur shumë. Kanë bo në i dëmë? Kanë bo dëmë, njojnë në shtithi, ja hangën i dele, njojnë në dëshja mytën, po nuk e shpëtoj. Vetëm njojnë i mori, vetëm i dele, ja mori dele. Qakejnë dhe uqë? Uqë. Pa dhe qakejnë, jonë shumë të ki. Se familia ugut janë edhe ata. Pa tjetër, nuk thonë kota dhe që ugu, po qakallin. Bankurdin, po, ashtë. Ajo është mi atë qofim dhe këtu. Dhe pam që kishe i traktorit vjetër. Po, e kam e traktorin, e kam punë, gjene punë. Para se të pysim pra traktorit, qa mjetës mekanike ke? Se ti ke si përfaqe toke konsiderushme. Po, kam zëtor. Vetëm atë zëtor ke? Vetëm këtë zëtor. I ka agregatet gjithë. Me i fjallë e përdor vetë? Vetë e përdor. E përdor. Lesën e ato që e boj, dështoj ugarët, dështoj i boj. Kam edhe maqinë mjellëse? Ke maqinë mjellëse? Po, e kam. Maqinë mjellëse për timta, apo edhe timta dhe grua? Edhe timta dhe grua. Edhe grua. Po, i mjellë të gjithë. Ke edhe rimoqën, e? Kam edhe rimoqën. Po. Po shoj që ke një traktor të kohës më pashme. Po. Te traktor e keni pas ju? Jo, e kemi ble. Te e keni ble, e? Po, e kemi ble.
Edhe e keni pasë në punë. E kemi pas në punë, e kemi në punë akoma, edhe i me punon akoma. Edhe me punon. Po, punon. Pas e kemi fut në punë se punojmë më shumë me zëtorë. Se Argjon karburant më shumë e që. Po venet e pjeta Vjen e pjerda punon kë. mund të përdorësh. Po, e përdorim këto. Kur keni përdorë për jetë fundit? Këto kemi përdorë për e fundit kohët e fundit që mullë mëllëj. Para 3-4 vjetës, ha? Po, para 10 vjetësh. 10 vjetës. Po, e përdorëm. Po, në gjenë e punë akoma. Gjene bon, që në atë kohë se keni përdorë. Jo, se kemi përdorë, mos e kemi përdorë më shumë zëtorin. Kur se përdorë, ti e përdorë? Unë e përdorë. Unë e përdorë. Ke punon kohët kooperativës me këta? Jo, në kohët munizmit e kam mësu. Kohët monizmit, ha? Po, se në kohët përpara kam qenë me bliktori. Gjemë bëktëri. Po. Me fjalë, e ke edhe si kujtim. Po, e kemi si kujtime se hekim moda e majmë, ta kemi këtu. Se o i gjoj e vjetër edhe këshu, po punë bon. Ja kam hek më të rrinë, e shefet ato ti që di? Ja kam hek edhe kaj më të rrinë, si mizët. Ja kam hek unë se, ja kam dhona ti që u prish më të rrinë vetë, ti si ka nes traktorin i me. Se i se rëgullonë do të vetën, e tha më të më jap, ta jap tash. Ta ka qenë shumë interesant. Po, ta. Fukishëm. Qa është kështë, 75? 75. O, në kines. Kines. Përse këta kanë ardhë më vonë se 54. Po, kanë ardhë më vonë, më bravo. Kanë ardhë në vitet 70 e ca. Po këta kanë qenë, i ka edhe thikën, ja po me thikë, ja kam hekër nga edhe të thikës. E thika ka qenë hidraulik, apo jo? Me hidrolik. Hidrolik. Po këta e kanë hekur, në atë kohë se i dojnë plugjet zvarë. Po. Si ti binë zvarë plugjet. Po edhe plugjet dhe shumë kanë qenë, nuk ka qenë plugje hidraulike. Ka pas edhe hidraulike. Ka pas, I kanë pas, po në këta nuk i kanë përdorë. I kanë të varu. I kanë varë, i kanë trigjin zvarë. I tiki me tel. Me tel, po, me tel. Me tel. Qatë njëtë për para. Aha, po pra. O këpu dhe shplugu, o të zjes guri. Po, ashtu, e drejt. Firma e tyre është shembulli i punës, këmbguljes dhe dashurisë për tokën, që karakterizon shumë banor të Bashkisë Belsh, njerëz të thjeshtë që me duart e tyre ndërtojnë mirëqenien e komunitetit. Të nderuar teleshikues, siç edhe në ndoqët, ne ishim në fermën e zotit Bedri Muça, ku e ka lop, dhen, pula, kulli, kulturat ndryshme bujësore. Po. Dhe agru me portakalla këto e gjëra. Dhe i përballon të gjitha punimet, i përballon vetë, me gjithë gruan, bashkë me bashkëshorten. Po. Dhe ka dhe mjetet mekanike për cilët i përdor po vetëm tokën. Unë në emër të Belsh TV e falenderoj Bedrin për këtë sakrifisë dhe për këtë punë të madhe që falenderit, jeni shumë të nderuar. Në fermën e vetë, vetëm 2 veta, domethënë pa fuqi punëtore tjetër. Shumë faleminderit, jeni shumë të nderuar, shumë të respektuar. Dhe faleminderit për vëmendjen, mirë pafshim në emisionin tjetër.